Përshëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Kjo javë për ju nis me kartën 4 monedhat, një energji që flet për nevojën për siguri, kontroll dhe mbrojtje. Për disa nga ju mund të nënkuptoj kopratësi ose kursimi tepruar, qoftë me parat, kohën apo energjinë. Për disa të tjerë mund të nënkuptoj kapje fort pas asaj që keni, nga frika se mos e humbni, ose kontrolli tepruar mbi njerëzit ose situatat. Ose mund të nënkuptoj gjithashtu mbyllje emocionale, ku dikush nuk I shpreh ndjenjat, sepse ka frikë se mos lëndohet. Megjithatë, unë do të thoja se 4 monedhat ju këshillon të reflektoni nëse po mbroni diçka me mençuri, apo nëse frika për të humbur po ju pengon të përqafoni mundësi të reja. Sepse jo çdo ndryshim është kërcënim, ndonjëherë ndryshimi është pikërisht bekimi që prisnit. Më pas, shfaqet dielli dhe të dashuruarit. Një nga kombinimet më të bukura të kësaj panorame për ju. Këto karta flasin për lumturi, qartësi dhe zgjedhje që bëhen me zemër. Në dashuri mund të tregojnë afrimin me dikë, forcimin e marrëdhënies ekzistuese për disa të tjerë, ose një vendim të rëndësishëm që sjell më shumë harmoni. Në plan më të gjerë, ky çift kartash ju kujtojnë se bekimet më të mëdha lindin kur veprimet tuaja janë në përputhje me vlerat dhe dëshirat tuaja të vërteta. Duket se pasiguria e 4 monedhave fillon të zvendësohet nga besimi dhe gëzimi, nga që ju e lini pas hezitimin duke bërë zgjedhje që ju sjellin qartësi dhe gëzim. Në zemër të shtrirjes së kartave ndodhet ylli dhe 8 monedhat. Një kombinim që premton shërim dhe përparim, sepse ylli rikthen shpresën, shërimin, besimin, ndërsa 8 monedhat ju kujton se ëndrat realizohen përmes përkushtimit. Nëse ju keni punuar me durim për një qëllim të caktuar, kjo javë mund t'ju tregojë se përpjekjet tuaja nuk kanë qenë të kota, sepse shpresa dhe puna ecin dorë për dore, sepse njëra pa tjetrën nuk mjafton. Më pas, shfaqen 2 shpatat dhe temperanca, duke treguar se mund të përballeni me një vendim që nuk duhet marrë me nxitim. Ndoshta mund të jeni mes 2 rrugëve, 2 zgjedhjeve, ose 2 mënyrave të menduarit. Temperanca ju thot të mos veproni nga presioni, por të prisni derisa mendja dhe zemra të arrijnë të njëjtin përfundim. Disa përgjigje nuk vijnë duke I detyruar, por duke u dhënë kohë të piqen. Në fund të tufës ndodhet karta 5 kupat. Një kartë që zbulon energjinë e fshehur të javës. Mund të ketë ende një plag, mund të ketë ende një zhgënjim ose një humbje që nuk është shëruar plotësisht. Mund të jetë për disa nga ju një zhgënjim I mbetur nga e kaluara që ende ndikon në mënyrën se si përjetoni bekimet e kësaj jave. Për disa të tjerë mund të jetë një zhgënjim I vogël që mund të lindë gjatë javës. Një këndvështrim tjetër për këtë kartë është se mund të jetë edhe një mësim emocional. Pra, edhe nëse merrni bekime, mund të tundoheni të shihni më shumë atë që mungon sesa atë që keni. Megjithatë, unë do të thoja se duke parë gjithë panoramën, kjo kartë nuk duket si fundi I historisë, por si kujtesa e asaj që duhet lëmë pas.
Pesë kupat ju këshillon të mos përqendroheni vetëm te ajo që nuk funksionoi, por edhe te mundësitë që ende qëndrojnë të hapura përpara jush. Sepse vetëm kështu mund të arrini ta lini kartën me 5 kupat më shumë si një sfondë emocional, sesa si rezultatin përfundimtar të javës. Sfida e javës për ju është karta takim romantik ose takimi. Pra sfida juaj mund të jetë të krijoni hapësirë për një takim të rëndësishëm, një bisedë të sinqertë ose një moment cilësor me partnerin apo me dikë që ka rëndësi për ju. Ndoshta puna, ndoshta rutina, ndoshta frika ju kanë larguar nga lidhjet që kanë nevojë për vëmendjen tuaj. Kjo javë ju sfidon të investoni kohë në marrëdhënie. Bekimi i javës për ju është karta ciklet. Bekimi juaj është të kuptoni se jeta lëviz në cikle. Një fazë po mbyllet dhe një tjetër po fillon. Dhe unë do thoja që në vend që ti rezistoni këtij ndryshimi, përqafojeni atë. Sepse në çdo fund përgatit terrenin për një fillim të ri dhe më të pjekur. Në prizmë Oracle kemi kartën vdekja. Kjo kartë nuk flet domosdoshmërisht për humbje fizike, por më tepër flet për transformim. Duket se është koha të lini pas mënyra të vjetra të menduarit, frikra të vjetra ose situata që nuk ju shërbejnë më. Në tërësi, kjo është një javë që flet për zgjedhje të rëndësishme, shërim, punë të shpërblyer dhe transformim të brendshëm. Edhe pse mund të mbani ende peshën e një zhgënjimi nga e kaluara për disa nga ju, kartat tregojnë se jeta po ju thërret të mos jetoni më në hijen e saj. Kur pranoni se çdo cikël ka fillimin dhe fundin e vet, bëheni gati të përqafoni një fazë të re. Paç.